Të nderuar të pranishëm, me kënaqësi të madhe e pranova ftesën që të jem pjesë e hapjes së shkollës sindikale e organizuar nga Sindikata e Pavarur e të punësuarve në klinikat universitare, spitalet klinike dhe institucionet e tjera publike shëndetësore në shtetin tonë. Veçanërisht, frymëzuese është tema sindikalizmi në shëndetësi. Të drejtat nuk jepen, ato fitohen. Prandaj, dua të reafirmoj për kushtimin tonë se sindikatat janë partneri ynë i veçantë për një sistem shëndetësor më të mirë. Dua t'ju inkurajoj për një bashkëpunim edhe më të fuqishëm. Kabineti im është gjithmonë i hapur për ide dhe vërejtjet e juaja. Vetëm së bashku mund të bëhemi më të mirë. Qasja jonë është e sinqertë. Kjo vërtetohet me faktin se ne në një kohë rekorde kemi realizuar mbi 1250 punësime. Po e zbatojmë gjithashtu edhe procesin për punësimin e specializantëve privat, me të cilin do të zgjidhim një problem ekzistencial shumë vjeçar për këtë kategori të punësuarve në shëndetësinë tonë. E kemi përfunduar gjithashtu testimin e grupit të parë prej 300 specializantëve privat, ndërsa për grupin e dytë kemi shpallur thirrjen publike, ku paraqiten gjithsej 384 kandidatë. Por kjo nuk është e gjitha. Është realizuar edhe një rritje e konsiderueshme e pagave nga 4.815 denar për të gjithë punonjësit shëndetësor, ndërsa për infermierët kjo rritje arrin deri në 6.200 denar. Të nderuar, Ministria e Shëndetësisë dëshmon edhe tani, edhe në të ardhmen do dëshmon se respekton dinjitetin e të gjithë punonjësve shëndetësor dhe mbetet e hapur për një bashkëpunim të mëtejshëm në sindikate. Së bashku, bashkë me juve, do të vazhdojmë të zgjidhim të gjitha çështjet dhe sfidat e hapura me qëllim që të dalim në ndihmë si punonjësve shëndetësor, ashtu edhe pacientëve në shtetin tonë. Dua të ju uroj punë të mbarë në shkollën sindikale. Ju falenderit shumë.